në sistemin e mëparshëm, para viteve 90, dhe të ashtu quajturet parlamente komunale ose këshilla komunal dhe këshilla rajonal, që do marrin vendime në lidhje me efekte taksa vendore etj. Me radhë. Po ta shohësh në aspektin e ngushtë të përfitimit të shërbimit, i vetmi defekt që ka pas në ndarje administrative mëparshme ishte që bashkitë dhe komunat nuk i kishin burimet njerëzore ose ato departamentet e specializuar të cilët ta aplikonin për fonde dhe projekte të caktuara. I vetmi defekt që ka. Po kjo mund zgjidhesh fare mirë nëpërmjet krijimit strukturave rajonale që i ndihmonte këto vetëm për aplikim. Ose nëpërmjet ministrive të pushtetit qendror ku këta mundën të aplikojnë drejt për drejt. Pra ti ishte i zyrë që ti ndihmonte vetëm për projektet. Dhe mos të ndroshin projektet mbete këto mbete. Ndërsa përsa i përket tjerave është gjithmonë hap prapa. Tani do e bëj paralelizëm për gjithë qytetarët që na ndjekin, edhe do e them me shumë bindje, po edhe më vjen keq për këtë situatë që është Shqipëria. Fillimisht kur ndërtohet, po bëj paralelizëm, kur ndërtohet një pallat në Shqipëri, fillimisht bëhet pallati. Pastaj bëhet sistemi i kanalizimit etj. Me radhë dhe sistemi milulishte si trotuarit e në gjithë botën, po shkuan përpara shërbimit, nuk fillon ndërtimi i pallatit. Që do thotë rruga Korendi. Pra do të shkojnë të gjitha këto kanalizimet etj. Me radhë, rruga, energjia elektrike që thonë ju, pastaj fillon ndërtimi i pallatit. Çfarë bëjmë ne nëpërmjet kësaj që thonë këta sot? Ne po përpiqemi të bëjmë një rregullim, makjazh, të situatës ku ka arrit Shqipëria për shkak të shpopullimit. Tani, nëse ti ja heq shërbimet qytetarit, kudo që të jetë, edhe në një zonë malore ku ai synon të promovoj paketën e maleve, po themin thojza, apo një biznes tjetër, agroturizëm ose një bujtinat, një biznes të vogël, nuk e di se çfarë, po atje ndjen veten mirë për të jetuar dhe për të punuar. Nëse ti ja ke largu shërbimet, që më përpara, ti e bën domosdoshmëri, pra nuk është automatik largimi. Është pasojë kjo nuk është një propozim dashamirës. Dhe ju po thoni që është e pamundur ta çosh shërbimin nëse atje s'ka mbetur me njerëz, se kthehet në rreth vicioz kjo. Jo, më këtu ka i problem. Njerëzit kanë ikë se ky ja largoi shërbimin, ja bëni jetën të pabanueshme. Dhe tani të vë para faktit thotë nuk çojmë dot shërbim atje se s'ka njerëz. Ta bëjmë dhe me ligj thotë se s'ka njerëz atje, ndërkohë që janë studiu hartat. Edhe nuk janë pa as tiparet social, kulturore, etnografike, të zonave, trevave të ndryshme, zakonet e vendit etj. Me radhë. Kushtetuta ka që duhet bëhet dëgjesë publike me banorët e zonave, do bëhen dëgjesat publike, po kjo do jetë thjesht një formalitet, ndërkohë që në thelb nga nisemi për ta bërë këtë reformën. Nisemi nga numri i pagët i popullsisë, nisemi nga nevoja për të rritë cilësinë, efikasitetin e shërbimeve, apo ne kemi bërë këtë situatë që të shkojnë këtë gjendje dhe pastaj ne po përpiqemi që ta mbulojmë këtë gjë. Pra çoja shërbimin qytetarit, ketë edhe shkollën atje, edhe spitalin atje, edhe shërbimet atje dhe pastaj bëhet atraktiv se shumë njerëz që sot janë jashtë, pra ripopullimi thonë këta, riadhesimi themi ne. Pra që do thotë, ti marrësh po të njëjtet njerëz, të riadhesohen vendin e vet, si bonin non grada në vendin e vet i largoj. Atëherë si mund të kthehen ta? Ai në Itali, në Francë, në Gjermani, në vende të tjera ku është, ai rri vetëm për të ardhmen e fëmijëve të tij. Sigurisht. Që do thotë ka shkollë, ka shëndetësi, ka dhe rende siguri. Këto tre gjëra i kërkojnë shqiptarët, qoftë Partisë Demokratike, qoftë Partisë Socialiste. Nëse ky ja largon gjitha këto shërbime, atëherë çfarë ndodh? Vetveti ai bëhet i pabanueshëm. Dhe këta që s'kan zgjedh akoma të ikin jashtë vendit, ç'a bëjnë nga zonat ku janë? Tentojnë vinë drejt Tiranës. Dhe është përqendruar popullsia në Tiranë, duke u bë bashkë me Durrësin. Tiranë Durrës është pothuajse zemra e Shqipërisë. Tu kanë shumica e shqiptarëve që janë sot sipas regjistrimit. Pra, reforma në vetvete, në këndvështrimin tim, nuk është as zgjidhje, se po të ishte zgjidhje për shkak situatës krijuar, jam dakord. Është llogari matematike elektorale. Po e them paraprakisht. Po e them sot si e mendoj unë mendimin tim. Dhe në ç'pikë është projekti IPD-s për tryezën për reformën territoriale, se di që ka filluar me 2 tryeza deri në këto momente. Ne po bëjmë konsultimet e gjëra me publikun, faktikisht grupi i ekspertëve kanë nxjerrë në ndryshim nga reforma zgjedhore që akoma nuk e ka bërë i plan të qartë veprimin. E kam vërejtje miqësore për gjithë kolegët që drejtojnë reformën zgjedhore.
tek Partia Demokratike, ndërkohë tek reforma elektorale ka pas më shumë ndikim, ndoshta edhe për shkak të prekshmërisë që ka, sensibilitetit që ka, qoftë tek drejtuesi aktual të bashkive, 5 bashkive që kemi ne si parti, po qoftë edhe tek ish drejtues të mëparshëm që kanë eksperiencë tek pushteti vendor. Realisht aty është bërë një projekt i cili u prezantua edhe dje, ka statistika të dhëna